Kiara Tito ka ndezur rrjetin me postimin e saj më të fundit ku shfaqet në një ambient të errët, me mikrofonin në vesh dhe një shikim plot vetbesim që flet më shumë se sa fjalët mund të përshkruajnë. Ajo ka ndarë me ndjekësit një moment nga provat e portokallis, duke dhënë një sinjal të qartë se është gati për të shkëlqyer në skenë. Elegante dhe e qetë, Kiara shihet e ulur në një koltuk me çantën pranë, e veshur me një xhaketë të zezë dhe një bluzë të çelët që nxjerr në pa thjeshtësinë dhe shijen e saj të hollë. Ndërsa drita e zbehtë e ambientit i jep një prekje artistike fotos, fansat kanë nisur menjëherë të komentojnë me entuziazëm, duke e komplimentuar për bukurinë dhe për kushtimin e saj. Padyshim që kjo paraqitje është vetëm një paralajmërim për atë çfarë pritet të vijë, dhe ndjekësit janë më të emocionuar se kur për ta parë Kiarën në skenën e një prej spektakleve më të dashura për publikun shqiptar. Me një karrierë që po ngjitet çdo ditë dhe me një pranverë plot energji dhe projekte të reja, Kiara po tregon se jo vetëm që di si të jetë një mama e mrekullueshme, por edhe një profesioniste që i qëndron fort pasionit të saj për televizionin dhe artin. Kjo foto është më shumë se një thirrje për prova, është një dëshmi e qartë se Kiara është në elementin e saj, e gatshme të shkëlqejë dhe të japë më të mirën për të gjithë ata që mezi presin të shohin performancën e saj në Portokalli. Dhe si gjithmonë, ajo nuk zhgënjen. Gjithçka që ajo ndan bëhet menjëherë virale, dhe kjo nuk është rastësi. Kiara di si të rrëmbejë vëmendjen me finesë, duke u kthyer në një nga figurat më të dashura dhe më të ndjekura të momentit.